Viti 2014 Rita është viti kur pati një boom në opinionin publik prej vëllimit poetik Vrima, I cili u përzjodh edhe si libri I vitit. Ndërkaq që vitin pasardhës, viti 2015, njëra nga poezit, mos gaboj që është ajo me pull të kuqe, kujdes. Në 2015, do me thënë, unë mora çmimi, jo çmimi unë mora 2015 dhe me njëherë mbas çmimit pati reagime. Se libri është votuar në 2014. Për shembull, nga poezia kujdes film me pull, vetëm një varg do guxoj që të lexoj, jo më tej se aq. Legjë njerëzit mund ta lexojnë gjendet kudo në rrjet, nuk është problem. Hiqi brekët dhe shih mes kofshëve. Tani në Shqipëri shpesh tabut nuk thuhen dhe lere më të shkruhen. A ka pasur momente që ke censuruar veten apo gjithmonë ke shkuar deri në fund? Deri në fund. Pse kam shkuar deri në fund? Ajo vjen, ato vargje vijnë brenda një konteksti të caktuar. Njeriu lind edhe bie në dorë të gjithë atyre që ne I quajmë institucione. Pra ai nuk do të lindi. Thot jam energji e Zotit, nuk dua të lind. Mjeku I thot e tërheq me zor. Mamaja I thot unë jam mamaja jote, je në dorën time. Babai I thot je në dorën time. Mësuesi I thot je në dorën time. Dhe ai bie në duart e gjithë atyre që ne I quajmë institucione, mbi të cilat ndërtohet një shoqëri e caktuar. Dhe ky është një individ I cili është sjell me zor në këtë jetë dhe që fetus mendon. A kam të drejtë unë të mendoj? Dhe në këtë rast, individi është femër dhe në këtë rast ka rënë në duart e një mashkulli I cili dhe për vete nuk e di se çfarë është seksi dhe I thot, atëherë I thot, hajde të bëjmë këtë gjë. Përmes një dialektike, përmes një vulgariteti, po pse e kam bërë këtë vulgaritet? Vulgariteti ka lidhje me ekstremin tjetër. Ne na ushqen me pralla, princesha dhe princi kur putin njëri tjetrin, nxjerrin xixa, nxjerrin lule, I shohin fëmijët, gjithë të puthje kaq të bukura, dhe nuk e përmendim seksin fare, dhe ai kur e put vajzën për herë të parë thot mua më duket sikur më fut gjua e gjarprit. Pra është një kontekst tronditës dhe un kam shkruar atje pikërisht në bazë të këtij konteksti. Po të lexosh vetëm ato dy vargje, jashtë çdo konteksti, çdo njeri do thotë ky është poezi. Në fakt ajo është poem. Poema ka rrëfim. Në shkollë të gjithë mësojnë se poema ka rrëfim dhe në atë poem ka edhe lirizëm, po ka edhe rrëfim. Zëre se kam shkruar një roman. Është një dialektik që zhvillohet mes të dyve. Është personazhi që I thot vajzën, po sa romane ke që I gjen fraza të tilla në roman. Pra duhet jemi më të kujdesshëm për të marrë kontekstin e një vepre, se nuk mund të shohim vetëm një varg dhe në bazë të tij të fillojmë pastaj të bëjmë këtë gjykimin në rrjetet sociale që janë kthyer si një gjyq I vërtet dhe këtu do doja të ndalesha në vijim. Të është dashur të paguash një çmim për revoltën në poezinë dhe prozën tënde. Duke marrë edhe shkas nga ky varg që e lexoi Egoni dhe që është përcjell patjetër me goxha reagim. Reagimet ishin të jashtëzakonshme, sa edhe për titullin Vrima, mua shpesh më kanë pyetur më kanë pyetur e ke bërë me qëllim. Gjë që s'ka ekzistuar fare qëllimi ke unë, sepse si mund të mendoja unë që një fjalë do të rondiste një shoqëri të të. Sa kur kam takuar Max Velo në rrugë atëherë, djes pas Maxi, më tha Rita, çdo gjë po zjente, po ti thjesht I hoqe I hoqe atë, do të thon bombës I hoqe unazën, ti thjesht hoqe unazën. Pra, ideja është që unë nuk e kam menduar fare këtë reagim, sepse unë kam botuar shumë libra më përpara dhe kanë pas madje edhe poezi dhe vargje tjera që mund të quheshin skandaloze. Por jam njohur në rrethe letrare, ndërsa këtu më njohu populli. Bravo. Dhe populli nuk ishte mësuar me këto lloj vargjesh. Si reagon kështu? Sepse janë mësuar me dëgjon, po të shihni dhe tekstet e këngëve dhe gjithçka tjetër. Vim nga një sistem ku letërsia shqipe bazohet te poezia e partisë, pastaj poezia e dheut, poezia e nënës, do të thonë gjitha gjërat jemi brenda skematizmave të caktuara. Po është e çuditshme se si ne nuk reagojmë ndaj këngëve që shfaqin, po themi terma të tilla, ngjarje të tilla, por kur e shohim nga një poete, na duket çudi. Dhe femë. A ka të bëjë kjo vetëm me figurën femërore? Po, patjetër që ka, sepse nuk mund të pranohet. Dhe pasaj unë sulmova normale dhe si grua si femër.
dhe çfarë mendon që do ishte ndryshe reagimi nëse do ishte një poet. Aq e bukur është ajo historia, sa afrohet një burrë dhe një grua, se në atë kohë ishte vit i ri dhe kishim hapur një kiosë. Afrohet një burrë dhe një grua aty te ajo si librari e vogël që kishim hapur dhe ai zgjat dorën edhe zgjat dorën te librivrima dhe ajo grua i bie kështu. E çe dorën. Kështu që a thua se ku e vendosi dorën? Po, ku e vuri. A thua se ku e vuri dorën?